السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. Falenderojmë Allahun, paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij, mbi çdo besimtar që e ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. I lutemi Allahut që të na jap dije dobishme, vepër të pranuar dhe sinqeritet në fjalë dhe në vepër. Vazhdojmë ku e lam mësimin e kaluar tek çështja e pestë. Pasi shpjeguam një pjesë fjalës autorit, vazhdojmë tek fjala e autorit, e cila lidhet me fjalin që ka shkruar më pas. Thotë Allahu mëshiroft: "Wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahum al jannah bi rahmatih wa la na'malu alayhim wa la nashhadu lahum bil jannah ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نفرطهم ولا نقنطهم." Thotë dhe shpresojmë për vepërmirët nga besimtarët që Allahu t'i falë, t'i fusë në xhennet me mëshirën e tij, dhe nuk shpresojmë ose nuk humbasim shpresën për ta, dhe nuk dëshmojmë se ato do t'jenë në xhennet, dhe kërkojmë falje për gjunahqarët dhe friksohemi për ta dhe nuk e humbasim shpresën. Te kjo fjali Allah mëshiroft po flet për sa i përket çështjes së shpresës dhe të frikës për të tjerët, dhe jo shpresës dhe frikës për veten. Sepse ajo është një fjalë që me lehtë Allahut ka për të ardhur, mirë po këtu po flet në aspekt me shpresën dhe frikën për besimtarin. Pra, muslimani çfarë beson në aspektin e shpresës dhe të frikës për muslimanët e tjerë. Dhe për sa i përket veprëmirit, atij që vepron mirë, ka përmend 3 gjëra. Shpresojmë, thot, veprëmirët e muslimanëve, besimtarëve, se Allah do t'i falë e do t'i fusë në xhennet me mëshirën e tij. Kjo është gjëja e parë. E dyta, thot, dhe nuk shpresojmë keq për ta, ose nuk shpresojmë, ose nuk e humbasim shpresën pra që Allahu do t'i largojë prej zjarrit, edhe nuk dëshmojmë për ta se ata janë në xhennet. Ndërsa në pjesën tjetër ka fol për gjunahqarët, për fasikët e këtij ummeti, ku ka thënë gjithashtu 3 gjëra: kërkojmë falje për ta, kemi frikë për ta, edhe nuk e humbasim shpresën. Arsyeja e shpresës dhe frikës tek ehli suneti është pikërisht ajetet dhe hadithet që kanë treguar për kërcënimin, sikurse cilësitë e Allahut xhelle fi ula, sa ai është falës, mëshirues, falet e që do, në dorën e tij është gjithçka, xhelle fi ula, po gjithashtu ai është ndëshkues, gjithashtu Allahu hidhërohet. Pra argumentet që kanë folur për mëshirën dhe për frikën dhe për kërcënimin, besimtari domethënë i beson të dyja, për veprëmirin shpreson, ndërsa për gjunahqarin pra friksohet, mirë po kurse nuk jepet asnjë lloj sigurie, nuk flitet me bindje, si për gjunahqarin, si për besimtarin i cili bën vepra të mira, se përfundimi i tij është ky ose ky. Maksimumi që mund të arrijë njeriu është tek shpresa, është tek shpresa. Pse nuk mund të flasë besimtari me siguri në këtë kapitull? Sepse që njeriu të gjykohet në botën tjetër është një faktor i rëndësishëm, i cili është zemra. Pra maksimumi që ne mund të shikojmë këtë dynja është pamja jashtme. Mirë po nuk kemi asnjë lloj rrugë dhe asnjë lloj mundësie që të arrijmë
tek e brendshme e njeriut. Dhe kjo është diçka që i përket vetëm Allahut xhelle fi ula. E si e tillë nuk mund të flasim me siguri se nuk e dim si është mbyll çështja e njeriut. A janë pranuar ti veprat në fund apo jo? A ka pas në i pengesë ky njeri që ti pranohen veprat e mira apo jo? Kjo është diçka që e di vetëm Allahu xhelle fi ula. Prandaj autori, po ta shikosh, ka thënë nuk e kemi, domethënë, diçka të sigurt, pra shpresojmë, po nuk e kemi të sigurt që Allahu ka për t'i ruajt prej zjarrit. Domethënë edhe dhe për mirët bëhet fjala. S'po flasim për gjunaqtarët, po edhe për vepërmirët. Nuk kemi bindje, nuk kemi siguri, shpresojmë, po nuk kemi siguri. Sepse ne, si tham, shikojmë vetëm të jashtmen e nuk e dim të brendshmen që ka njeriu, dhe ajo është diçka që i përket vetëm Allahut. Atëherë, ne, sikur se kanë folur dietarët, nuk e teprojmë në aspektin e shpresës, dhe maksimumi që mund të arrijmë pra është e shpresa, dhe nuk duhet ta kalojmë këtë kufi, që ta presim, të themi ky person, domethënë specifik do të jetë në xhenet. Ky person specifik do të jetë në xhenet. Mirë po, ne vetëm shpresojmë, mirë po kjo shpresë duhet se s'bën që të përzihet me pak frikë. Pra, shpresojmë për mirë, mirë po friksohemi, si për të tjerët, domethënë që Allahu t'ia pranojë veprat edhe t'i ruaj prej zjarrit. E njëjta gjë është edhe për gjunaqtarin. Pra ne, ajo që themi është se ai i cili kryen mëkat, kryen gjunaf, është meritor për ndëshkim edhe për dënim. Një person i cili e ka rënduar veten e tij me mëkate edhe me gjunahe, themi që ky është meritor, mirë po nuk themi që ky do të dënohet me do e mos. Se sigur se e tham, e kemi përmenim dhe të mësimi kaluar, është diçka që ne nuk e dim realitetin e njeriut. Pra mund të ketë pas një pengesë, për shembull, ignorancë, mbase dikush nuk e di. Shembull, dhe ignoranca është pengesë që njeriu të ndëshkohet. Dhe ne në këtë dynja, pra e gjykojmë me atë që duket, mirë po në botën tjetër nuk mund të flasim me diçka që është ghaib për ne. Për ne është e fshehtë, e nuk mund të themi ti je në zjarr, ose ti për këtë gjë ke për të ndëshku. Mbase Allahu ja fal gjunafin, mbase Allahu ja fal. Ne nuk mund të flasim për çështje të fshehta, të ghaibit. Atëherë, përdesa ne nuk kemi argument nga shpallja, nuk mund të flasim për individët, vetëm se ato që janë specifikuar me shpallje. Sigur se tham që ne nuk dim të fshetën dhe ne flasim vetëm atë që na takon. Prandaj autori, Allahu e mëshiroft, thot, friksohemi, thot, për gjunaqtarët, po, deri këtu shkojmë. Kemi frikë, shiko, vëllai i nderuar, se ti me këtë vepër je meritor për ndëshkim. Dhe ti po i paraqet vetes një rrezik, dhe ti po e vendos veten tate, po e vendos veten tate, po ja paraqet vetes rrezikun e ndëshkimit me këto vepra që bën. Mirë po, la nuqannituhum. Pra, nuk e humbasim shpresën, thot, tek mëshira e Allahut xhelle fi ula. Edhe kjo frikë gjithashtu që kemi për gjunaqtarët duhet të jetë e shoqëruar me shpresë. Pa me të vërtetë ne friksohemi që ky gjunaf që ti po bën është meritor për ndëshkim, po gjithashtu shpresojmë që Allahu domethënë t'ia anashkalojë besimtarve taksiratët që kanë. Çështja e gjashtë, dikush mund të thotë,
kemi pa tek selefët prej tyne që kanë pas shpresë të madhe për besimtarët. Realisht ka pas prej selefëve që kanë pas shpresë të madhe, sa që transmeton Ebu Nuaim nga Ebi Hazim el-Medini, sa i ka thënë: afdalu khasletin turja lil mu'min an yakuna ashadda shay'in khawfan ala nafsihi wa arjahu li kulli muslim. Nga cilësitë më të mira të besimtarit është që të ketë frikë maksimum për veten e tij dhe të ketë shpresë shumë të madhe për muslimanët. Sikur se ka ardhur nga selef të tjerë, më thënë, sikur se është Ibn Aun dhe Ejub as-Sikhtijani dhe El-Qasim ibn Muhammed dhe Ibn Sirin dhe të tjerë janë transmetuar prej tyre, domethënë se ato kanë pas, domethënë, shpresë të madhe për muslimanët në përgjithësi, duke pas, domethënë, frikë për vete. Ndërsa shumica dietarëve, si kjo fjalë që transmeton, që e përmend Imam Tahawi, është që shpresojnë për vepërmirët dhe kanë frikë për mëkatarët. Edhe kjo frikë, domethënë, ose kjo shpresë që ka ardhur, që kanë përmend dietarët që e tham, mund t'i përgjigjemi për shembull me disa gjëra, me disa aspekte. E para, pra bashkimi, si t'ja bëjmë fjalës që thanë dietarët që sapo i përmendëm dhe fjalës që thot Imam Tahawi me shumicën e dietarëve. E para, se ato dietarë kanë folë për sa i përket ummetit islam në përgjithësi. Edhe dihet që ky ummet është ummet, domethënë, i mëshiruar. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: inna ummatakum hadhihi ummatun marhuma. Ky ummeti juaj, ummeti islamit, ummeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një ummet i mëshiruar. Dhe nuk po flasim këto dietar që i përmendëm për njerëz, domethënë, specifik. Se edhe kjo që po thot Imam Tahawi ka të bëjë me specifikat, me njerëz, domethënë, specifik. Kur të vinë te personi, te vepërmiri, shpresojmë, kemi frikë, te mëkatari kemi frikë, nuk e humbasim shpresën e kështu me radhë. Gjithashtu kemi tek hadithi që transmeton Imam Muslimi se profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë duke qarë, edhe thonte: o Zot umeti im, o Zot umeti im. Dhe i dërgon Allahu Gjibrilin a.s. që ti thot: o Muhammed, inna sanurdhika fi ummetike wala nasuuk. Ne kemi për të kënaqur ty, ne kemi për të gëzuar ty në ummetin tënd, e nuk kemi me të mërzit, nuk ke për të hidhëru ditën e kiametit në ummetin tënd. E dyta është se fjala e dietarëve, nëse ato po flasin për njerëzit, pra për çdo person tek ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë themi që ato po flasin për ata mëkatarë të cilët i mbulojnë mëkatet e tyre dhe jo ata të cilët i bëjnë haptazi. Edhe për këtë faktikisht ka ardhur hadith: kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirin. Pra çdo kush nga ummeti im, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të jetë i falur përveç atyre që i kanë shfaq haptazi, mëkatet e tyre. E treta është se këto fjalë që janë përmend nga këto dietar janë përmend si kundërpërgjigje ndaj uaidijeve, pra ata që janë kapur vetëm mbas argumenteve të kërcënimit. Dhe dihet që ato i kanë kundërshtuar, sepse uaidijet kanë thënë që mëkatarët e ummetit do të jenë ditën e kiametit në shkatrim dhe në zjarr. Edhe ajo që dihet, pra dihet pas një dyshim,
është se muslimanët, të cilët kanë vdekur musliman të këtij umeti, pra muslimanët ditën e Kiametit të gjithë janë shpëtuar, të gjithë. Edhe diçka kemi përmendur në mësimin e kaluar që asnjëri nuk ka për të dënuar me komplet gjunafet e tij. Allahu ka për të dënuar për disa prej gjunafeve dhe pastaj ka për ta nxjerrë pa e dhënë komplet dënimin. Ndërsa njerëzit, ndryshimi vetëm është që dikush ndahet në grada. Mirë po, në përgjithësi, më thënë i gjithë umeti, ato do të jenë të shpëtuar, më thënë, pa asnjë dyshim. Edhe Allahu Gjelle fi ula ka mundësi të bëjë çfarë doj. Edhe Allahu i fal edhe mëkatarët. Allahu ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal që t'i bëhet atij dhujtari, ndërsa përpos i dhujtarisë fal çdo gjë. Kështu që fjala e dietarëve, të cilët i përmendëm, ato thonë që gjunafçari musliman, pra kemi frikë për të, mirë po, ky dënim pra nuk është dënim i përhershëm. Kemi frikë, nuk e humbim shpresën që Allah do t'i falë. Me të vërtet, ai i cili ka bërë gjunaf është në rrezik, mirë po dënimi i tij do të jetë i përkohshëm. Dhe për këtë e kanë thënë, për të kundërshtuar ata të cilët janë kap me argumentet e kërcënimit se ai i cili bën gjunafe do të jetë, domethënë, shkatrim në botën tjetër. Edhe se besimtari, domethënë, sikur se e kemi përmend, nuk ka për ta marrë të plot dënimin, por se Allahu ka për ta nxjerrë para se t'ja japi dënimin e plot. Çështja e 7 lidhet me fjalën e autorit dhe nuk dëshmojmë për ta se janë në xhenet. Tu futet te çështja e dëshmisë për personat specifik, a janë në xhenet apo jo. Nga argumentet e Kuranit dhe Sunetit dihet se besimtarët në përgjithësi janë shpëtuar dhe janë në xhenet. Edhe argumentet për këtë janë shumë, mirë po këtu po flasim faktikisht për gjykimin e individit. Individi, a dëshmojmë se ky personi filani, ky është në xhenet? Dietarët tu kanë dalë në 4 mendime. Mendimi i parë është se nuk flitet për personin specifik në formë të prerë se ky është në xhenet, vetëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët, pra vëllezërit e tij prej të dërguarve dhe pejgamberëve. Ndërsa të tjerë nuk dëshmohet. Nuk dëshmohet dhe nuk thuhet që, ky është në xhenet. Edhe këtë e shikojnë disa prej selefëve, këtë mendim. Fjala e dytë, nuk dëshmohet për xhenet vetëm se për pejgamberët, për të dërguarit e Allahut dhe të tjerë të cilët janë përmend, domethënë, në hadith. Mirë po ka ndryshim. Këto thonë, nuk themi dëshmojmë se filani është në xhenet. Pra, ne dëshmojmë thot për pejgamberët. Pra dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në xhenet. Dëshmojmë se Musa alayhis salam është në xhenet. Dëshmojmë se Isa alayhis salam është në xhenet, e kështu me radhë. Ndërsa kur vim te Ebu Bekri, i cili ka argument nga profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk them dëshmojmë, po themi po Ebu Bekri është në xhenet, po thjesht mohojnë, pra nuk pranojnë që thuhet fjala dëshmojmë. Kështu e shikojnë, domethënë, edhe bëjnë ndryshim midis dëshmisë edhe faktit se dihet se një person është në xhenet. Dhe për atyre që kanë thonë këtë fjalë është Ali el-Medini dhe Imam el-Auza'i edhe të tjerë. Mendimi i tretë është se dëshmohet për pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe vëllezërit e tij pejgamberët e Allahut, edhe dëshmohet për çdo person të cilin ka dëshmuar për të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra sikur se janë 10 të përgëzuarit me xhennet, Fatimia, Thabit bin Qais, Bilali,
edhe të tjerë nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që ai ka dëshmuar se këto janë në xhenet. Dhe ky është mendimi i shumicës. Ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Dhe mendimi i katërt është se dëshmohet për në xhenet, për profetin sallallahu alaihi wasallam, për pejgamberët e tjerë, edhe për ato të cilët ka dëshmuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe për çdo person i cili është përhap dhe është bërë njohur tek njerëzit vlera dhe pozita e tij. Këtë mendim e kanë pas një grup prej dietarëve, sikurse Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka përmend. Dhe janë argumentuar me një hadith që ka ardhur nga Enesi radhiyallahu anhu se ato kalun po esin me një xhenaze, edhe fillun duke përmend këtë xhenazën me të mirë. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha wajabat, pra i është bë obligim ajo gjë. Dhe pastaj kalun me një xhenazë tjetër dhe fillun duke përmend për keq. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha wajabat, pra i është bë detyrë. Edhe i tha Umer radhiyallahu anhu, tha kejfe wajabat ya Rasulullah, pra si është bë detyrë o i dërguari i Allahut. Tha për këtë të parin dëshmuat edhe e lavdëruat për mirë. Kështu që i është bë detyrë atij xhenetit, sikurse dëshmuat dhe lavdëruat edhe e përmendet të tjetrin me të keq dhe i është bë detyrë atij zjarri. Antum shuhadaullahi fil ard, ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Pra kuptimi ato besimtarë, pra ato për cilët besimtarët dëshmojnë për të mirë, atëherë shpresohet për këtij personi mirë. Mirë po, ky argumentim faktikisht ka disa kleçka, edhe ai që duket është se mendimi i shumicës, pra që ne dëshmojmë vetëm për pejgamberin dhe profetët dhe për ato që ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa për tjerët shpresojmë. Dhe aspektet që është trajtuar ky hadith është e para se dëshmia është shkak për xhenetin, edhe nuk është shkak për, domethënë, ta prerë çështjen që personi është në xhenet. Pra, sahabët e lavdëruan atë personin e parë dhe kjo duket që është shkak për mëshirën e Allahut. Domethënë tregon për gjendjen e mirë që ka njeriu dhe nuk tregon domethënë për realitetin e asaj që do ta mbylli personi. Por se është një shkak i mirë, ose është një shkak që të arrihet mëshira e Allahut, sikurse duaja për të është shkak. Nëse ti bën dua për njeriu, është shkak, ose sikurse është kërkimi i faljes për të shkak, pra edhe lavdërimi kur ti je besimtar të lavdëroj një person, kjo është një shkak prej shkaqeve që arrin mëshirën e Allahut xhalla fi ula. Ndërsa në aspektin e prerjes së sigurisë nuk mund të flasim me siguri edhe nuk mund të themi me siguri vetëm se për ato që ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu që lavdërimi pra është një shkak nga shkaqet e shpëtimit njeriu, pra që tregon për mirë, pra edhe i jep shpresë njeriu, mirë po nuk mashtrohet me të. Sikurse mund të japim shembull me këtë ëndra e mirë. Thotë Imam Ahmedi, ëndra e mirë e gëzon besimtarin, mirë po nuk e mashtron atë. Pra, është shkak, është një tregues i mirë, mirë po nuk tregon diçka të prerë. E dyta është se vetë këta dietarë që janë argumentuar me këtë hadith, kur vin tek e dyta, tek xhenazja e dytë, domethënë që përmendet në hadith, xhenazja e dytë e përmenden sahabët me të keq. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, i është bë obligim zjarri pra. Ato nuk thojnë për këtë dytin që ne dëshmojmë domethënë për atë person i cili njihet me të keq, nuk themi dëshmojmë se ai është në zjarr. Ndërsa për të parin thënë dëshmojmë, pra është bëjë qartë dëshmojmë se ai është në xhenet.
Kështu që do ishte, domethënë, ky ndryshimi që ke e parë e them dëshmojmë dhe ke e dyta nuk e dëshmojmë, pra është një ndryshim kriteri i cili nuk ka argument. Edhe përderisa janë këto dy interpretimet që tham, ngelet pra se hadithi po flet, pra është një tregues dhe një shenjë mirë dhe një shkak që mund të arrijë njeriu, domethënë, mëshira e Allahut nëpërmjet saj, mirë po nuk është diçka e prerë që njeriu domethënë e ka fituar edhe dëshmohet si ky person është në xhennet. Dhe ajo që thuhet është se ata cilët kanë vepruar mirë, shpresojmë për ta mirë, ndërsa ata cilët kanë vepruar keq, kemi frikë për ta, mirë, por nuk e humbasim shpresën nga mëshira e Allahut, edhe nuk flasim për askënd se ky është në xhennet apo ky është në zjarr, vetëm se me atë që ka ardhur argument prej të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka një pyetje vëllezër. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.